Përshëndetje. Jemi në Mars. Koha ka filluar të ngrohet. Kanë qelur lulet e para. Fillon një stinë e re. Gjatë gjithë kësaj jave, shikon rrugët e mbushura të qytetit plot me postera apo njoftime të ndryshme, ku të fton të festosh ditën e gruas, pra datën 8 mars. Të festosh. Është një ditë që duhet ta kujtojmë dhe t'i japim vëmendjen e duhur, jo vetëm për shkak të historisë, por edhe çfarë po ndodh në kohën e sotme. Ta celebrosh një grua, jetën e saj, qenien e saj, përkushtimin e saj, pozicionin dhe rolin që ka në shoqëri. Është e bukur të dhurosh një lule, është e bukur të dhurosh një drek, është e bukur të dhurosh një kartolin, është e bukur të dhurosh nga këto dhuratat ku ti shkon dhe kujdesesh për veten, një masazh, thonjt, flokët e të tjera. Të gjitha këto janë të bukura. Do të ishin të bukura sikur këto të ishin në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm në një ditë, por është si ajo dita që ti do ta kujtosh, do ta vlerësosh dhe patjetër do t'i japësh rëndësinë e duhur, siç bën dhe me ditët e tjera. Ditët që shënojnë në jetën tënde një ditë bukur. Dhe kjo duhet të jetë një nga ato ditët ku ti ta gëzosh që kjo qenie është në jetën tënde, të ka dhuruar jetë. Kjo ishte një hyrje për të thënë ose për të vazhduar mendimin, po ato zonja, gra, nëna, vajza, vendoseni emrin si të doni, që nuk kanë mundësi. Ato nëna që janë të mundura, shkojnë në punë, por të ardhurat e tyre i derdhin në familje. Dhe çdo gjë shkon në shërbim të tyre, asgjë nuk thet mbrapsht saj, që dhe ajo të kujdeset pak për veten. Mos jetë gjithmonë në atë rolin e të gatuajmë, të pastrojmë, të edukojmë, dhe çdo gjë është të japim. Por t'i kthehet edhe asaj mbrapsht, jo vetëm në një ditë, sepse ajo ka nevojë edhe të pushoj, ka nevojë dhe të ndihet e vlerësuar dhe e përkujdesur. Po ato zonja që nuk kanë mundësi. Kur mami ishte ende gjallë, isha unë ajo që mësova ti pres flokët, ti rregulloja thonjt, ti laja këmbët, t'ja bëja me krem, ti ofroja pra të përkujdesin që nëse ajo do t'ishte mirë, ndoshta do t'ishte si një ato zonja që do të shkonim tani të bënim një trajtim bashk. Ndërkohë ajo nuk e kishte këtë mundësi, ndërkohë as unë nuk e kisha këtë mundësi që t'ia dhuroja asaj. Unë u detyrova, por asnjëherë nuk e di se sa mirë e bëja. Përpiqesha t'ia prisja gjithmonë flokët me model dhe ajo vërtet dukej shumë bukur. Dhe ajo gëzohej kur unë kujdesesha për të. Kërkoja shumë nga këto qendrat e estetikës që të vinte dikush në shtëpi dhe t'ia ofronte shërbimin, sikur e marrin edhe zonjat e tjera. Po asnjë nuk reagonte. Asnjë nuk kishte dëshirë ose nuk e di si e shikonin këtë mundësi. Dhe kjo do të ishte një thirrje, ju lutem, krijoni një hapësirë, krijoni një mundësi, shkoni atje tek ato shtëpi, tek ato dyer, të paktën disa herë në vit. Bëjeni të ndihen të lumtur dhe ato zonja, të përkujdesura, për të gjitha të përkushtim që ato kanë dhënë në familje, në shoqëri, në këtë jetë. Ktheuani sadopak. E di që është një kohë konsumimi, ekonomie, edhe për ju ndoshta kjo s'ka një vlerë, do bëni shumë njerëz të lumtur. Mendoni që këta njerëz që janë të prekur,
çfarë gëzimi ju dhuroni. Ndoshta ju nuk ju kthehet në vleft ekonomike, në lek, në numra, në letra, por do të shikoni buzëqeshje në fytyrat e tyre, apo familjarët sa të lehtësuar. Ja, unë tani më mbushen syt me lot kur kujtoj sa gëzoj nëna ime që kujdes